Gjergj Smakaj është një djalë 22 vjeçar nga Shkodra, i cili ndjek studimet master për psikologji në Tiranë. Deri këtu po ju tregojmë për një student të zakonshëm, por nëse do të mësoni se ai ka lindur i verbër, atëherë të gjithë do të pyesnin veten, si ja ka dalë. Sigurisht që asgjë nuk ka qenë e lehtë për vetë Gjergjin dhe familjen e tij. Ishte vetëm 2 vjeç kur prindrit zbuluan se nuk shikonte. E me gjithë përpjekjet dhe vizitat e her pas hershme te mjekët, ata i thanë se shikimi nuk mund t'i rikuperohej. Në fakt, unë me këtë problem kam lindur, është problem i lindur, nuk është se ka ardhur më mbrapa, është problem me retinën. Nuk është e formuar plotësisht retina, gjë që pengon shikimin e plot. Momentin e parë që familja ime kanë zbuluar që unë kisha probleme shikimin, mund të kenë qenë 2 vjeç e gjysmë, sepse unë kam pas flokët e gjata me ka pas lënë atë kohë dhe binin deri tek diku këtu ke sytë dhe ata gjatë gjithë kohës sepse lëvizje vetë dhe arrija të orientohesha dhe pa informacion, pa gjëra të tilla edhe nuk është se e kanë vënë re. Në momentin që ata kanë vënë re, u interesuan shumë, u morën me shumë doktorë dhe gjithë që në atë kohë deri më sot domethënë kanë thënë gjithë që nuk ka akoma një lloj mjekësie që të arrita ta rregulloj këtë problem, as operacione, as gjëra të tilla, nuk ka dalë akoma diçka që mund ta rregulloj si problem. Me diagnozën e tij, Gjergji hyn në grupin e dytë të verbërve, çka do të thotë se nuk e ka të humbur 100% shikimin, por arrin të orientohet dhe të lëviz vetë në distanca të shkurtra. Prej moshës 10 vjeçare, ai është shkëputur nga familja për të ardhur me studime në Tiranë, në fillim në Institutin e Fëmijëve që nuk shikojnë e më pas në gjimnaz dhe universitet. Por të largohesh nga prindrit kaq i vogël, aq më tepër në situatën e tij, është më tepër se e vështirë. Ai kujton lotët që i rrithnin në momentin kur u shkëput nga prindrit dhe shqetësimin e tyre se po e linin vetëm. Në momentin që unë u regjistrova në shkollë, as ata vetë nuk besonin që po më linin në një vend dhe mbas javës parë që unë ndeta, sepse është shkollë me konvikt. Mbas javës parë që unë ndeta aty, babi im që më solli në shkollë, unë po qaj normale se fëmijë dhe desh të se lë dot edhe do ta heq nga shkolla, për një kushiri jone që jeton këtu në Tiranë i tha lëre sepse është më mira për të dhe duke u këshilluar me njerëz të tjerë, kështu domethënë vendosën pastaj, po normal që është shumë e vështirë sepse gjithkohës me familjen, çdo gjë do bërë në shtëpi dhe është po thjesht domethënë kur je edhe fëmijë dhe i kalon pak më kollaj disa gjëra domethënë edhe. Ishte fare i vogël atë. Po. Bie 10 vjeç, 11 vjeç. Që nga ajo kohë kanë kaluar më shumë se një dekadë, optimizmi që e karakterizon sot Gjergjin është i rrallë. Ato e sheh për herë duke buzëqeshur dhe duke e parë jetën me pozitivitet, pavarësisht problemit që ka. Madje në më të shumtën e rasteve, është ai që jep këshilla shokëve për situata të ndryshme. Ndoshta kjo ka të bëjë edhe me faktin që ai po diplomohet për psikologji, por jo, tek Gjergji ka diçka më shumë se kaq. Tek ai sheh një dashuri të madhe për jetën dhe ka kohë që e ka kapërcyer vështirësinë dhe kompleksin e të qenit i verbër. Po që është pengesë është normale, është. Ku e ndjen më shumë ta themi? Ndjen më shumë që ke shkollën. Ose që ndjen në jetën e përditshme është momentin që takon një person që nuk njeh, edhe i zgjat dorën t'ia japësh, edhe i mendon që po shikon dikë tjetër edhe ngel një a e ka me mua apo se ka me mua. Që jam mësuar edhe nuk bën shumë përshtypje sepse gjatë gjithë kohës shef po të njëjtin standard, as nuk është ulur, as nuk është rritur edhe nuk e di, domethënë thjesht është diçka stabile dhe je mësuar të jetosh me atë gjë, me atë problem edhe nuk e di domethënë se si do ishte ndryshe. Jo pa qëllim ne e takuam Gjergjin në një ambient plot natyrë dhe gjelbërim. Ai adhuron qetësinë që të fal natyra. I pëlqen ta nis ditën me një shëtitje, e kur koha është e mirë ato janë edhe më të gjata. Vë kufjet, zgjedh muzikën që i pëlqen
dhe kur ndalet diku, nuk e di as vetë se sa kilometra ka ecur në këmbë. Më dërgo pak, më thënë si është një ditë e jotja, çfarë bën nga mëngjesi deri në darkë? Tani që janë master, shkolla është mbasdite. Thjesht zgjimi në mëngjes është rreth orës 9, dal pi një kafe mjesit diku këtej rrotull, do të thënë sepse te këtu afër jetoj. Edhe pastaj varet nëse del një tip mu marrë me një gjë vullnetare nga këto organizatat jo fitimprurës ose kështu mirë. Më kam shumë qejf që test lëviz, qofse shkoj mirë siç është sot për shembull, po pata po bëm 2-3 veta me dalë me bëj xhiro këtej nga liçeni dalim, po spata mund vë kufjet, gjej muzikë edhe. Pak e sikletshme për ne ta pyesnim nëse është ndier ndonjëherë inferior apo i diskriminuar për shkak të sëmundjes që ka, por ai nuk e ka as pak problem të tregoj. Këtë siklet e ndjente më tepër kur ishte më i vogël, në adoleshencë, por sot i kujton me humor disa situata me të cilat është përballur. Ka pasur njerëz që e kanë parë me përbuzje, që ndonjëherë edhe e kanë sharë në përdhëmb, por Gjergji mendon se problemi është i tyre, jo i tij. Maksimumi mund t'jem ndier në siklet, po jo se t'jem fyr ose ofenduar nga veprimet të dikujt ose kështu. Maksimumi që mund ndodhi dhe vjen shumë shpesh me qesh në të ndodh që shikon ndonjë kalamat vogël e thot, "Ua, ta shikoj ky shikoj si shif ka ky." Edhe tash ose vin, "Fal, pse shef kështu ti?" Thjesht ndihesh siklet për momentin edhe kalon. Tani nuk është se i përjetoj keq, do të thonë mund të ketë pas gjëra që më përpara ishi, ky është i verbër, ky lecër, ky është gjuna, është kështu. Këto janë normal që janë situata ullse më shumë se sa janë shikoj se ky nuk është i aftë ta bëj sepse ky është i verbër. Do të thonë këto janë situata që të ulin. Dhe është gjë shumë e keqe, do të thonë që ka qellu që i kam bindur, ka qellu që okay, më fal edhe i largohet edhe tërhiqet, gjëra të tilla do të thonë. Edhe pak dhe përfundon studimet, do diplomohet, por më pas çdo të ndodh, e vështirë të arrish të punësohesh si një psikolog në tregun shqiptar të punës, aq më tepër në situatën e Gjergjit. Ai është i ndërgjegjshëm për këtë, por sërish thotë se do ta gjejë një zgjidhje. Sigurisht që dëshira është që ty në një punë profesion timin. Është duke parë situatën siç është Shqipëria, është jashtëzakonisht e vështirë që të hysh në punë si psikolog. Nëse unë arrit hy në punë si psikolog të në Shqipëri, ndoshta do të qëndroj këtu. Po nëse nuk do arrija të hyja tamam në profesionin tim, është një dëshirë që edhe të largohem nga Shqipëria, domethënë. Për Gjergjin, të qenit i verbër apo me një sëmundje tjetër, nuk i diferencon njerëzit nga njëri tjetri. Të gjithë jemi të barabartë, e në fund e ka një apel për të gjithë ata që janë në situatën e tij. Nuk është asnjëherë nuk është fundi botës për çdo gjë. Jo, po tani çfarë do bëj, mbarova. Po ti mendosh gjëra shumë, nuk është se do arrish diçka. Thjesht do mërzisësh veten. Nëse shef gjërat gjithmonë me pozitivitet, do dalë diçka e mirë natën sepse. Kjo është ideja që unë ndjek gjithmonë, nëse shef merret gjithmonë anët pozitive, do dalë diçka e mirë. Pas intervistës i kërkuam të shoqërojmë deri në shtëpi, por ai duke na falenderuar me përzemërsi nuk pranoi. Na bindi se nuk duhet të shqetësoheshim dhe se para se të shkonte në shkollë, do të bënte një nga ato shëtitjet e tij të gjata.